Vladimir Putin mund të jetë i bindur se tani është koha më e mirë për të goditur perëndimin. Ky vëzhgim shqetësues ju raportua Politikos nga disa politikanë evropianë me njohuri të drejtpërdrejta të diskutimeve që u atribuohen zyrtarëve dhe ligjvënësve evropian të mbrojtjes. Sipas tyre, udhëheqësi i Kremlinit e sheh vitin 2027 ose maksimumi vitin 2028 si dritaren brenda së cilës do të testojë angazhimin e vendeve perëndimore ndaj NATO-s. Ky besim nxitet nga qëndrimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë deri më 20 janar 2029. Presidenti amerikan shpesh i ka sulmuar aleatët e SBA në vend të kundërshtarëve, ndërsa Bashkimi Evropian ende nuk e ka përfunduar projektin e tij ushtarak. Diçka mund të ndodhë shumë shpejt, tha për Politico Mika Aaltola, eurodeputete finlandeze, antare e Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara po tërhiqen nga Europa. Marrëdhëniet transatlantike janë në gjendje shumë të keqe dhe BE-ja nuk është ende plotësisht e gatshme të marrë përsipër përgjegjësitë e saj e vetme. Alarmi i ngritur është zbutur nga një sqarim i rëndësishëm i raportuar nga burimet e brendshme evropiane. Burimet e Politikos shpjeguan se zyrtarët dhe politikanët evropian të mbrojtjes, ndërsa nuk e përjashtojnë mundësinë e nisjes së një ofensive të drejtpërdrejtë nga Putin kundër një vendi të NATO-s, besojnë se një sulm i tillë është i pamundur për shkak të kostove të rënda që ka përballuar Moska nga konflikti në Ukrainë. Vetë Aaltola argumenton se ka shumë më shumë të ngjarë që Moska të ndërmarrë një veprim më të synuar ose me një inkursion që synon krijimin e paqartësisë, duke shpresuar të përçajë NATO-n gjatë diskutimeve mbi një aktivizim të mundshëm të Nenit 5, klauzola në traktatin e Aleancës Atlantike që i lidh shtetet anëtare me mbrojtjen kolektive. Eurodeputeti përshkruan disa skenarë që Federata mund të zbatojë, nga një operacion me dron deri te iniciativat në detin Baltik ose Arktik kundër ishujve të vegjël. Aaltola thekson se një sulm me dron nuk kërkon trupa ose kalime kufitare, dhe nëse nuk ka sulme ndërkufitare, Shtetet e Bashkuara mund të konsiderojnë çështjen jo të rëndësishme strategjikisht. Vile Niinisto, kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Komitetin Parlamentar dhe Bashkëpunimin BE-Rusi, përmendi mundësinë e Moskës për një përshkallëzim që do të dobësonte kontinentin e vjetër, do të na bënte të ndiheshim të kërcënuar dhe do të zvoglonte mbështetjen për Ukrainën. Ky veprim mund të shkaktojë panik midis partnerëve perëndimor. Megjithatë, duhet të thënë se niveli i alarmit në Evropë për lëvizjet e mundshme të Putinit nuk ndahet në mënyrë të barabartë. Finlanda dhe Lituania janë aktualisht vendet më të shqetësuara për kërcënimin rus, ndërsa Estonia dhe NATO po miratojnë një qasje më të kujdesshme, duke deklaruar se çdo alarmizëm ushqen taktikat e Kremlinit, pavarësisht kujdesit. Presidenti estonez Alar Karis, megjithatë, i nxit të gjithë të reflektojnë mbi faktin se askush nuk e priste luftën në Ukrainë. Ne jemi vigjilent, jemi gati, po i mbajmë syt hapur, shton Karis. Megjithatë, edhe një herë duket se nuk është udhëheqësi i Federatës, por presidenti i SBA-s ai që frikson më shumë aleatët tradicional të Amerikës. Kryeministri polak Donald Tusk deklaroi javën e kaluar se kërcënimi më i madh për komunitetin transatlantik nuk janë armiqt tanë të jashtëm, por shpërbërja e vazhdueshme e aleancës son. Trump e ka quajtur NATO-n një tigër letre dhe frika, siç shpjegoi një zyrtar i lartë evropian, është se në rast të një humbjeje të republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit, manjati në një përpjekje për të rifituar mbështetjen për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028, vit në të cilin ai do të kërkojë t'ia dorëzojë stafetën një trashëgimtari të lëvizjes MAGA, mund të bëjë thirrje bazës së tij elektorale duke rritur kritikat ndaj NATO-s dhe Evropës dhe duke u distancuar nga Ukraina.